Përshëndetje me të dhasha. Po më doket miq, mi lajm Baglin e pas ka lëshu Bagla. Sepse me fol kë, çka po fol kë, çka po thot kë, me të vërtet, në një normal, nuk mundet me fol. Çka po lip kë, mi thonë na, 51% i popullit, e meriton. Po ne nuk him në thes me këtë Bagël. Sepse me na ofendu neve miq 51% të popullit, ose diasporën e mërgatën, pse ma shumë me ka me diasporën e mërgatën, se sa edhe me ata në Kosovë, domthon atë pjesën tjetër të Kosovës. Me na çujt neve kështu të me na ofendu kaq keq, kaq rën, çka lip kë, s'po mundem me dhonë, sepse nuk him thes me ta dhe njerë për ripërsëris. Po shkojmë sa të gjojmë e lutëm, kini më befasu dhe vetë, qëfar lojë e lunë. Shkojnë me që. Për 6 vite, edhe kur është mbajt seanca soleme për shpalljen e pavarësisë të Kosovës, Kuvendin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani nuk e kanë përmendur emrin e Hashim Thaçit, i cili është shpallësi i pavarësisë të Kosovës. A mundesh ti me fol për 28 Çfarë legjen është, çfarë o ignorant. Hashim Thaçi e ka lexu atë letër. O ignorant, nuk e ka shpall pavarësinë Hashim Thaçi. Pavarësinë e ka shpall komplet Kosova, këtë parlamenti i Kosovës, këtë deputet e Kosovës. O i Bagël, o i kategori zhlë, po përbes te për si e njeri ti. Pasha Zoti me thonë lop, jo se ofendoj lopin. Ofendoj lopin. Sa e të paktën e që tomël. E ti veç hanë Bagla. Këto qa për thëmë në, do më dokumentoj. O shtrigja e Kosovës. Se ti si e metë për kur gjo, ty të kalëshu Bagla, edhe parët e Serbisë. Të dyja të kanë shu. Po shkojna me që ngone që ka thonë. Mas kësajna. Vitit 1912 pa e përmen Ismail Qemali. Jo ka ndodhur. Ismail Qemali është diçka tjetër. Ismail Qemali përmenet që i ka ngrit flamurin. O ignorant. Po i shtazë. Dhe ka ngrit flamurin. S'ka mujtë Ismail Qemali me bo vetën. As Hashim Thaçi. Hashim Thaçi ka lezuar dekret me zor. Shkojnë e ndëgjojnë e miq. Si? Kjo ka ndodhur. Dhe tani këta taliban, kjo garda revolucionare e Omeinit, jetën dhe sociale, këta që din vetëm me bo halakula talamula, njerëz rrugaq, njerëz të cilët dolin me mëngjes të dehur në përbanofën Apenini me që të dhasha, që në thot neve. Po është ma mirë o ignorant me shku me flajnë Banhov, e me shku me punu me njërës, me marë parët, a me prit parë për Serbisë kur ti. Ose me shqit pasaporta në Stockholm, e në Göteborg, e në Malmö, të maftru njërës. Cila ma mirë? A Taliban? Tangula? Qish po dhuti? Të fjallë tu atë pista, të vjenë marë për familjes tonë. Pasë 1% për i bon Taliban. Ta marrov zotë i ftyrën. Po s'ki ftyrë ti se me pas ftyrë ti s'ki shqefol të fjallë. Qa ftyrë ti? Shkojna se ka Allah,
informacione quhen në shajnë për rrjetet sociale. Për 6 Po vallohe, ty goja mos me të shoh, barku të shoh, pëlqet. Po falënderoj Zotit që ne s'po him në thes me ty. Tash tuk me jo pa pasur bën se i ke përsit. Se mi thonë dikuj Taliban nuk o keq. Nuk është, më falin, nuk është kollaj. Pa të bëku gjë. Vetëm pse për voton Albin Kurtin. Shkojna me që. vjet s'kisha votu për shkuqizimin e gjykatës. Go o Milajn Bogla. Go o njeri mirë. A jeti që kjo ajo? Që aty thue, me lëtë krokodili, e mbron Hashim Thaqin, që ka thu këtu tash? Shkojna me që. Sa të me konë nuk votoj shkuqizimin e saj, sepse kam dëshirë shumë të madhe me pa Hashim Thaqin në burg. E kur po, pe kushit ja kanë më dojmë për Hashim Thaqin? Ha? A vogël? Atë kanë shu pare. Kush jeti, vesh në diaspor njohëm ty kush jeti. Me të njoft, mos me të njoft ty shtret kishëm ble. Po falenderoj Zotit që po del vet e po tregojnë. Po prit edhe pak se ai shoku që të ka shku atje, ai veç ja ka nis me fol. Prit. E ngua tash o ignorant. Po njeri poshtë, njeri pa ftyrë. Gua kush e ka shpall pavarësinë, kush e ka lexu, jo ka shpall, kush e ka lexu. Edhe kush e ka shpall tregon. Gua o ignorant. Edhe po du me ju me komentu këtë fotografi. Në atë kohë konë ex-president, o konë prezident Fatmir Sediu. Jakub Krasniqin, Hashim Thaqin edhe parlamentar aty, por rendi e do, nëse jo presidenti, atëherë s'paku kryetari i parlamentit me lezu deklaratën e tij. Pse? A deklarat u duhet me lezu o presidenti, o krye parlamentari, e jo krye ministri. E kjo ka marrë me zër me lezu. O ignorant. Shkojna me që. Përfundoj tu mos e lezu Pas deklaratën e pavarësisë. Pa thot president. Ish presidenti. Parlamentit ose presidentit Shridorani. Ne kemi pas bisedë rreth saj dhe kam dhënë sqarime disa hershme. Është një moment interesant i pjesës të atij debati dhe kjo është zhvilluar 2-3 ditë përpara. 3-4 ditë mund të jetë, sepse ne e dishim se Edila do të jetë diele takimit të kuvendit Kosovës dhe Edila kur do të prezantohet dokumenti bazik, flasin kuptimin e deklaratës së pavarësisë. Kemi pas debat me Zotin Thaqi të rreth kësaj. E kam pas ambicje ti drejt për drejt ka qenë tepër kam ngulse në formën se si ka bërë. Që ai ta lexoj, unë kam A peshe, o shkat rus, o degenerus. Veç unë pelezoj, ka morë me zërë me lezu. E të dërën të thu këtu, delëm hana të Bogla, e ka shpall pavarësinë, me letë krokodili. Shkojna me që. Se kjo punë meq, po insistohet ka shumë, rendi e donë që parlamentit ta bëjë. Janë dy arsye themelore, e para është se as Zoti Thaqi as unë nuk kemi qenë pjesëtar parlamentit. As nuk kënë konë në parlament, pjesëtar parlamentit, kër e ka nënshkru letrën. Një mëri bagel. Edhe pak me qëkojna? Një mesazh shumë interesant. Kush ishte atëherë më i riu, atë kujtohet? Nuk e di. Po më i riu i parlamentit dhe do ditë tepër simpatike. Zoti Thaqi ka lexuar, është leximi i dokumentit, nuk është shpallje e pavarësisë. Shpalljen e ka bërë pavarësisë parlamentit i Kosovës apo kuvendi i Kosovës. Çka kemi thonë tash e bagël? Ha? Mi që dashër, kjo është e video për sot, vjedua shumë mi që dashër, po marë parasysh që kanë a thotë këtë përqarësi, neve, nësë këzojna më dërzuë, ne ke punë tona, a i ka dvetat. Na të pakten nuk kena punë me Serbi, të pakten nuk paguën prej Serbis, të pakten nuk paguën për kërkuna heqëm, e bëj vullnet për qef e bëj këtë punë, vetëm për minimu shterit tim. E kjo Bogla,
sikur ajo han aty, ku të ka ma shumë, që aty i gjuhet. Se ka problem që e ndronë këtyren. Po, absolutikisht heq. Miq, respekt, ju dua fort, opozit, like, share,